Na ndihmoni që të kuptojmë, ju lutem, dimensionin e një fitore të tillë, sepse njerëzit mund ta dëgjojnë dhe nuk arrin ndoshta ta peshojnë dhe ta kuptojnë se çfarë do thotë Lahuta në UNESCO. Në fakt, ju falenderoj për ftesën dhe faleminderit që më kthyet pas në kohë në punët e bukura të kulturës. Është e rëndësishme për Shqipërinë, për të gjithë ne, pavarësisht emrave të përveçëm të njerëzve që rastisht të jemi në detyra të caktuara në momentet e caktuara, por mendoj që është një arritje për vendin dhe për Shqipërinë. Listimi i Lahutës në UNESCO vjen plot 20 vite më pas mbas listimit të polifonisë, të këngës polifonike. Kënga polifonike është regjistruar në vitin 2005 dhe si vjet këtë dhjetor plot 20 vite Lahuta tani më është e regjistruar në listat e UNESCO-s. Është pjesë e një procesi pune të gjatë, siç e thatë dhe ju, është në fakt dosja e 4 e regjistruar nga Shqipëria brenda 5 viteve të fundit. Në vitin 2020, kur mua më besua detyra e zëvendës ministres së kulturës në atë kohë, një ndër detyrat e shtëpisë dhe prioritetet që mu caktuan ishte pikërisht regjistrimi i dukurive në UNESCO. Ministre e kulturës në atë kohë, zonja Elva Margariti, mori vendimin në Komitetin Kombëtar të trashëgimisë kulturore jo materiale, një komitet ky që vendos gjithmonë në Republikën e Shqipërisë se cilat janë dosjet që do të vijojnë aplikimin dhe rrugtimin ndërkombëtar pranë UNESCO-s, u mor vendimi për 4 dosje: kthimi i Tropojës, Xhubleta, Transhumanca, ndryshe e njohur si shtegtimi i baktive, një tjetër dukuri shumë e rëndësishme, dhe e fundit në radhë, por jo nga rëndësia, Lahuta. Këto ishin 4 dosjet që Ministria e Kulturës në atë kohë nisi punën, duke qenë që vija me një eksperiencë relativisht të gjatë pranë institucionit UNESCO-s, ku kam marrë disa trajnime për se si aplikohen këto dosje, mu besua dhe detyra strategjike për ta ngritur këtë proces. Dhe mendoj dhe gjej rastin këtu që të falenderoj, sepse besoj fort që suksesi më i madh i këtyre dosjeve janë pikërisht grupet e punës. Ata njerëz studius që janë në Shqipëri, jetojnë dhe punojnë aty, na u bashkuan në këtë sfidë pikërisht për të çuar përpara këto aplikime. Dosja është një proces administrativ kompleks, i vendosur sipas një sistemi të njësuar ndërkombëtar, siç është formati i UNESCO-s, por pa punën e ekspertëve nuk do të ishte e mundur të bëhej suksesshme. Kështu që konkretisht për dosjen e Lahutës, zonja Armanda Hysa, kryetare e grupit punës, zoti Rigels Halili, studiues dhe njohës shumë i mirë i UNESCO-s, i cili jeton jashtë vendit, dhe kjo pavarësisht kësaj kjo nuk që një pengesë, pra largësia për të kontribuar në realizimin e dosjes. Gjithashtu 2 profesorët akademik nga Akademia e Shkencave, profesor Vasotole dhe profesor Shaban Sinani, ju bashkuan gjithashtu grupit të punës. Është një grup i vogël, modest, u ndoq me shumë rigorozitet nga zonja Suzan Og, kolege imja pranë grupit të ekspertëve të UNESCO-s. Unë personalisht, duke qenë që në atë kohë kisha një detyrë politike, nuk u përfshiva në hartimin dhe shkruajtjen e dosjes per se, por ndoqa hap pas hapi dhe monitorova të gjithë procesin dhe mora pjesë në hallkën përfundimtare të mbylljes aplikimit, duke e para të siç kemi bërë për çdo aplikim dhe më tepër t'ia dorëzuar Ministrisë së Kulturës, ministrit Blendi Gonxhe, i cili kishte nderin dhe fatin të çonte përpara këtë aplikim drejt UNESCO-s.